Përshëndetje miq. Atëherë besoj do ndahet diçka që është vërtet interesante për gjithsecilin nga ne. Po mendoja nga diku duhet t'ja fillojmë për të pasur, le të themi, një objektiv, sikurse secili e ka ndryshe kuptohet, por qëllimi vetvete është ajo që secili nga ne do të dëshironte, që është në plan të parë, mirëqenia. Duke bërë diçka që na frymëzon dhe na rrit cilësinë e mirëqenies dhe vetbesimit, ne besoj vazhdojmë të ndjekim një lloj procesi që na frymëzon, sikurse e thash, por jo vetëm kaq. Na bën dhe versionin ton më të mirë të mundshëm, duke i shfrytzuar sa të mundemi potencialin që kemi dhe ato dhunti dhe talente që na i ka fal krijuesi. Kështu që duke i shfrytzuar, le të themi, sa të mundemi, atëherë do gjejmë një lloj entuziazmi, rinovimi dhe paqe tek brendësia jon, saqë do ja vlej, le të themi, përpjekja, se sikurse e dim që kur përpiqemi marrim dhe frytin, sepse dihet pa përpjekje dhe pa bërë ato gjëra që duhet t'i bëjmë, nuk ka dobishmëri dhe mirëqenie tek mbarvajtja e jetës.